Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha sot se shteti me të gjitha mjetet diplomatike të pajta lufton për të mbrojtur popullsinë serbe në Kosovë, por që pogromi dhe dëbimet e serbëve nuk do të lejohen. Pyetje se si shteti do t'i zërë rrugën tërbimit Albin Kurtit pasi duket se nuk mund të frenojë tek misionet ndërkombëtare në këtë territor, Vučić u përgjigj se e kupton gjithë zemërimin, madje edhe zemëratën e njerëzve, sepse zemërimi i tij është edhe më i madh, por që përpiqet mos rrezikojë edhe më shumë atë çka është e rrezikuar. Komandanti KFOR General Major Ozkan Ulutash ftoi komandantin e ardhshëm të misionit General Majorin italian Roberto Vergori. Sigur se bete ditur në Facebook, General Majori Vergori asistoi në programin stërvitor të liderëve kyç të misionit, si dhe General Brigade Turkun Onur Çakiçi, i cili do të jetë ndihmës komandant i KFOR. Stërvitja e liderëve kyç shënon në zyrtarisht nisjen e procesit të dorëzimit mes udhëheqjes aktuale dhe tashme, dhe ky proces do të përfundojë me ceremoninë e transferimit të autoritetit, e cila do të mbahet në vjesht, shton KFOR. Kryetari i Komisionit në Kuvendin e Serbisë për mbrojtje dhe punë të brendshme, Milo Andrecun, vlerëson se deklarata të tilla si Kosova, Maqedonia e Veriut dhe Shqipëria do të digjen në rast të dënimit të liderëve të ish UÇK-s duhet të merren seriozisht. Sikur se tha, situata e sigurisë është jashtëzakonisht serioze dhe shqetësuese, sepse kur t'i jepet vendimi, shqiptarët do ta drejtonin zemratën e tyre drejt serbëve. Drecun vuri në dukje se po ushtrohet presion shumë i fortë mbi Këshillin e specializuar në Hag për të liruar Thaçin dhe të tjerët. Partia Demokratike e Kosovës dhe Aleanca kanë kërkuar edhe një herë vazhdimin e seancës konstituese të Kuvendit të Kosovës, ndërsa protestës paragodinës së qeverisë së mëngjesin e sotëm ju bashkuan këshilltar, drejtor dhe aktivistë të PDK-s nga Prishtina. Deputetja e Partisë Demokratike të Kosovës, Blerta Deliu Kodra, përsëriti se Kurti dhe ministrat e tij duhet të largohen nga qeveria dhe të kthehen në kuvend për t'i hapur rrugë formimit të institucioneve të reja. Deputeti i Aleancës Besnik Tahiri tha se Kurti pengon konstituimin e parlamentit dhe po rrezikon mandatin e deputetëve të zgjedhur nga qytetarët. Bashkëpunëtori i lartë në Institutin për Politikë të Jashtme John Hopkins Edward Joseph tha se shpreha e pakënaqësisë për bllokadën politike në Kosovë është sinjal pozitiv nga Washingtoni, por që pak ka gjasa që Shtetet e Bashkuara të Amerikës të përdorin të gjitha levat ndikuese dhe masa ekonomike, sepse bet fjalë për problem të brendshëm politik në Kosovë. Joseph tha për Kosovë Online se përgjegjësia për krizën artificiale në Kosovë bie kryesisht mbi kryeministrin në mandatin teknik Albin Kurti. Kulumtuesi i studimeve të sigurisë Nikola Vujinović mendon se presionet perëndimore mbi Kosovën që të formojë institucione të reja do të forcohen, por vetëm pas zgjedhjeve të reja, të cilat, siç parashikon ai, Albin Kurti do të fitojë bindshëm se sa në zgjedhjet e mbarshme. Vujinović thotë se tani për tani gjithçka është në nivelin e këshillave dhe kritikave dhe se faktori ndërkombëtar ka ilaç për Kosovën, por që nuk dëshiron ta përshkruajë. Vuru më re se si Sorensen me një vizitë më 14 mars zgjidhi problemet e caktuara me Kurtin. Ky është ilaçi për sjellje të tillë, tha ai. Analisti politik Nexhmedin Spahiu thotë se formimi i institucioneve është në interes të Kosovës dhe për këtë nuk do të duhet rekomandim nga Unioni Evropian apo Amerika, por dëshira dhe gatishmëria e politikanëve kosovar. Donse nga Washingtoni dhe Brukseli vijnë thirrje që të formohen sa më parë institucionet kosovare, Spahiu për Kosovë Online thotë se nuk mund të pritet që kryeministri i Kosovës në mandatin teknik Albin Kurti ta çmojë këtë, sikurse thotë nuk dëgjon as popullin në Kosovë. Analisti politik Dritor Arifi vlerëson se asnjë person serioz nuk do të pranonte kandidaturën për president të Kosovës, pa e ditur paraprakisht se çfarë lloj marrëveshje kanë arritur vetëvendosja dhe LDK-ja për çështjet kyçe. A do të ketë marrëveshje për gazin, për pezullimin e dialogut strategjik? Çfarë do të bëhet me marrëveshjen e Ohrit? Pra, ekzistojnë çështje mjaft serioze kombëtare dhe kandidati duhet të di se si duhet të pozicionohet presidenti ndaj tyre, tha Arifi. Nesër do të jetë mot pjesërisht me vranësira dhe pak i këndshëm, por sërish do të jetë i ngrohtë.
Në disa vende priten rreshje të shkurtra shiu me bubëllima, kryesisht në zonat kodrinore e malore dhe në lindje të Serbisë. Temperatura e mëngjesit do të jetë nga 15 deri në 20 gradë Celsius, ndërsa temperatura maksimale ditore do të jetë nga 30 deri në 34 gradë Celsius.